Nga të reshurat, dëmet të njëjta kanë bësuar edhe disa anvisëri në rrugën Selajdin Berisha në lagjën e Tusuzit. Ndiqeni materialin. Të reshurat e sotme të shiut kanë shkaktuar dëme edhe në rrugën Selajdin Berisha të lagjës Tusuz. Nga sasia e madhe të reshurave është bllokuar i vetmi kanalizim në këtë rrugë, ndërsa më pas është vëshuar rruga dhe uji është futur edhe në shtëpitë e banorëve, thon Shashi Vargashi dhe Nesim Krasniqi. Edhe këta banorë fajsojnë komunën për neglizhencë, sepse nuk është hera parë që atyre ju shkaktohen të lashët e theksuara nga të reshurat. Shumë kemi probleme që shtëpia jeme është 3-4 ku shkon komunë, por që thonë që 2-3 jetë një e kalar me pa dhe mos zonë me ditë hiq, apet kemi shku, kur gjëjq. Po premtojnë e kur gjasi, që këtë që këj kanali është me gjeris, atje po këfton ozon, këtë kjo. E tash po inë po drumë, atje po është në përsoba, në salon, e këtë po inë në përborë, për shkën atje. Që po bëhet gjollë dunau këtu. Sa herë ju ka shkaktuar dëmë? Pa që 4-5 jetë që tu nga qështu, a da berë 20-30 herë. Parë ju përshëndes juve që keni gjetë kohën këtë kohë vështira, unë jam kohë naj që ju kam thirë, ju falenderoj pra juve. Këtë halë kemi na me vitet të tëra, jemi një 5 shpi gjithdo shigje i bjerë, na i. Këto janë 2 partesha sot që ka i kom ndrua. Dhe me thonë kemi ba në kesa në komunë, komuna na ka premtue, gjithdo shi i vogël gjithë bjerë këtu është katastrofë. Nuk merë masa askush, ceva i kemi shti me budget tonin para 40 vite, më tepër ko. Kjo pjesë e rrugës duhet të renovohet, të ceva duhet largohen, janë gypat e volë, kapaciteti shpijave është rritë. Do më thonë nuk mi afton për këto të reshura shpeshta me furtun të madhe. Kuptohet se kur bjerë në regull, gjithka ka gjasa, mirë po kur bjerë shiu i masi sot, tu bëhet detë, kjo ka qenë deri atje me ujë. Sipas këtyre banorëve, problemi më i madh është futja e ujrave të zeza në shtëpi dhe ata kërkojnë masa urgjente nga organet kompetente komunale në rregullimin e sistemit të kanalizimit në këtë lagje. Për 4-5 shpi, ku ka një sefte. E tash janë bërë me 100 shpia dhe nuk po doron këj kanali, këtë zonë tash. Komuna nuk po merë masa iq, po duhet në vetë në skemi, s'po mujnë mu bërë në bashkë, to me kapë. Jashta pana në mu komuna në shmudhin për do me bërë hiq. Sa janë dëmët, sa ju bërë? Dëmët, që tash dëmët me një dëmët sigurisht 1000 euro kësur dëmë o bërë saltash. Këtë po drumin qega dhe ty ka bërë berbat. Dhe që ujë me i mrenda i paqë, mirë është, po kanalit gjatën po këthon me gjeris. Edhe po si dhe kolla shpi se pejnë për pëdroma, i flisht. Në halë të malë, kemi bërë në kesa çdo kund, kam qenë edhe une personalisht debat me qytetarët. Kam si kërkesë e parë ka qenë rregullimi i kësaj rrugës, na kanë thonë që të rregullohet. Mirë po ala përgjigje definitive s'kemi marë, dhe shka do të bëhet. Cilat janë dëmët, sa janë dëmët? Dëmët sa dush, ajo shpija atje në kodër, ja ka ati edhe keramikat e banjën e gjëgjë e ka prish. Mu 2 herë më ka një ujë, prezent ka qenë, shkodrani ka qenë në bord në salon teme ku më ka një ujë dhe ka thonë do të rregullohet. Kastrioti ka qenë në shtëpi teme, në salon bashku më ka një ujë. Do më thonë e 3 herë mu shkam ka një ujë, që 2 partesha sot i kom du tash. Hallin e këtyre banorëve sot e kanë shumë qytetarë të komunës së Prizrenit, të cilët na kanë njoftuar për dëmët të mëdha që kanë pësuar sidomos objektet e tyre të banimit, ndërsa organet kompetente duhet të marrin masa që të gjendë zgjidhje që në të ardhmen mos të ndodhin gjëra të këtilla.